Mirë se vini në Kohë Sociale, emisioni ku zëri i artistëve dhe njerëzve me ndikim në kulturën tonë na tregojnë historinë pas skene. Sonte kemi një mysafir special, një ikon të muzikës së lehtë dhe popullore, një artist i dashur nga publiku dhe aktualisht drejtuesi i ansamblit të këngëve dhe valleve në Maqedoninë e Veriut, me mua në studio Jetmir Rexhepi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha në Kohë Sociale. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Si filloi dashuria juaj për muzikën dhe si e kujtoni atë moment kur nisët këtë rrugtim? Gjithmonë kam thënë edhe kam potencu sepse kam nisë qysh herët me muzikë, prej klasës 5. Unë këndojsha në shkollë, zakonisht, për herë arsimtari i muzikës Hondi Islami më çonte të këndoj në klasë, edhe aty lindi ideja që unë të nisim me muzikë. Kujt momentit të karrierës tuaj i referoheni shpesh kur doni të riktheni emocionet e fillimit? Udhërrëfyës i imi i cili kam nisë këtë pjesën e karrierës muzikës është edhe një herë do ta potencoj profesor Hondi Islami, i cili prej në shkollë që isha në shkollën fillore Stikball, më mori dhe më pranoi në kor të shkollës, ku shumë interesant ishte krejt vajza, unë vetëm unë djalë, dhe unë isha solist i korit, dhe kështu që aty gjithmonë e kujtoj profesor Hondi Islamin. Cila ka qenë performanca juaj e parë dhe si e mbani mend atë performancë? Interesant është kjo pjesa e performancës parë, kur unë kam shku në shoqërinë kulturore-artistike Xhelen Xheqiri. Aty kam dalë në fillimet e para të mia të karrierës në skenë, me këngën Si yll mëngjesit prit kam dalë. Si e kujtoni atë moment? Po interesant ishte ai moment, sepse unë nuk isha mësu të vesh i tirçi. Edhe me mzi se më gjetën një parë tirçi, unë isha shumë i vogël, si këngëtar më i ri, isha shumë i vogël, nuk kishte edhe tirçi për mu, po gjetën dikun. Më kujtohet shumë interesant kjo pjesa. Nuk kisha edhe plis për mu, nuk kishte, kështu që ja morën babës plaktimit, plisjen, dhe rejtë deri këtu. Interesant ishte kjo pjesa e fillimet e para, normal. A ka ndonjë këngë apo ndonjë interpretim që ju ka shënuar emocionalisht? Normal, ju e dini edhe krejt e dini që unë këngën për zemër e kam Vin Vaporët. Edhe gjithmonë në çdo evenimet, në çdo darsëm, në çdo mbrëmje, në çdo koncert, unë ndonjëherë e ndroj këngën në koncert, po kur dal në skenë ato, Vin Vaporët, është Vin Vaporët. Identifikohesh me atë këngë. Vin Vaporët është. Cili është kujtimi më i veçantë nga koncertet apo nga turnet që keni patur? Kujtimi më i interesant dhe më i veçantë është kur kemi qenë në festivalin e Bursës në Ulluda, në Alt. Atje kemi qenë shumë shtete, kështu që e kujtoj të ndjerin Hadi Kasami, kur unë isha shumë këngëtar, shumë i vogël si këngëtar, e merrte mbas vete, thotë ky e djalim edhe ky do këndoje shumë bukur kur kam dalë në skenë në spari herë në Bursa me këngën një këngë të zhanrit turk. Unë se disha tekstin veç Vardarovasë, brenda asaj nate unë e kam mësu tekstin nga i ndjeri Hadi Kasami, i cili ka qenë njëri i cili e ka mbajtur gjallë shoqërinë kulturore-artistike Xhelen Xheqiri. Çmimet apo mirënjohjet, cilat ju kanë dhënë më shumë emocione dhe pse? Çmimet apo mirënjohjet? Nëse do t'i ndash. Zakonisht për mua është pjesëmarrja. Sepse çmim sot, për fat keq merr çdo kush, pavarësisht a di të këndoj apo nuk do të këndoj. Di domethënë veç ta paguaj një darkë apo di tash mos shprehem ashtu si e kam zanat unë, por për mua është pjesëmarrja dhe këndimi profesional. Ju keni patur goxha bashkëpunime. Cili nga bashkëpunimet e ka shënuar karrierën tuaj dhe pse? Unë sigurisht që kam pas shumë bashkëpunime, por bashkëpunimi më i madh që ka qenë me gjithë këngëtarët, por do ta veçoja këngëtarin i cili kemi bërë koncert përbashkët me Kastriot Tushën dhe Ilir Shaqiri.
A ka patur një këngëtar apo një mentor që ju ka ndjekur gjatë rrugtimit tuaj dhe si e kujtoni atë moment? Ose ka patur ndikim tek ju? Do ta veçoja gjatë asaj periudhe që isha në shkollën fillore Istiqbal, që mos bëhem shumë i mërzitshëm, sepse duhet të ceket secili i cili më ka dhënë atë rrugtimin e karrierës muzikore. Nga shkolla fillore dola tek shkolla e mesme, ku aty takova profesorin i cili më ka ndihmuar shumë, Vlado Servinovski, në pjesën e solo këndimit. Aty kam mësu teknikën vokale nga ai, pjesën e solo këndimit edhe shumë teknika tjera. Kështu që pas kësaj më ka dhënë edhe një shtyrje në muzikë, edhe nga njëherë edhe na bërtitte Axha Azir Aziri, i cili e përshëndes edhe i cili e ka rujt dhe ka kultivu këngën qytetare dhe këngën autoktone, njëkohësisht edhe këngën e vjetër popullore. Si ka qenë të eksperimentoni nga muzika popullore tek ajo e lehtë? Kur dish të këndosh, i dish gjitha zhanret, dish të këndosh, normal që dish edhe teknikën e të këndimit, edhe kur ke edhe zë, kështu që nuk është problem të këndosh apo këngë të lehtë, apo këngë pasto shqipe, apo këngë dasme, ku di çfarë. Por kur nuk dish të këndosh, ja hudhi shfaqin, nuk e di këtë pjesën, nuk e di atë pjesën, kështu që për mua nuk ka qenë për problem, edhe normal unë vazhdoj ende të mësoj nga pjesa e solo këndimit. Nuk do të thotë që unë kam arrit majat dhe kulminacionet e muzikës ose karrierën e time në majën që duhet në pjedestalin, por ende vazhdoj edhe literaturë lexoj për vokalin, edhe praktik, ende shkoj tek profesorët të cilët janë profesor privat në Shqipëri që mësojmë ende pjesën e solo këndimit. Si ndjeni kur shihni që publiku ju nderon edhe pas kaq shumë vitesh në skenë? Publiku është shumë specifik, publiku, sepse e din të mirën dhe të keqen. E din këndimin e bukur edhe këndimin e shëmtuar. Kështu që publiku për mua është yll me yll në ballë dhe i respektoj dhe i nderoj dhe një falënderim shumë të madh pikëparë Zotit dhe njëkohësisht edhe publikut, sepse ne jemi rit me duar trokitje të publikut. Për mua është një kënaqësi kur dal të këndoj, unë kam kënduar shumë edhe do vazhdoj të këndoj pavarësisht që unë udhëheqi dhe kam detyra të ndryshme, por unë kënaqem edhe jetoj kur dal në skenë dhe këndon publiku bashkë me mua. Ajo është për mua një dhurata më e bukur. Çfarë do të thotë për ju që drejtoni sot ansamblin e këngëve dhe valleve shqipe në Maqedoninë e Veriut? Unë në ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut kam qenë si këngëtar apo solist i ansamblit të këngëve dhe valleve. Tash si drejtues e ndjej një barë shumë të madhe, sepse tash nuk kam një detyrë vetëm të shkoj të punoj dhe të këndoj, por kam një detyrë që duhet t'i mbroj të gjithë artistët që janë brenda, dhe njëkohësisht edhe ata të cilat përgatisim që të hyjnë edhe 4+1 janë, që do hyjnë edhe ata në punë, dhe atëherë do të më rehatohet shpirti, sepse ne kishim 10 persona të cilat duheshte të hyjnë në punë, 6 i kemi rregullu, tash edhe këto të tjerat edhe e qetësohet shpirti. Cilat janë sfidat më të mëdha që keni hasur gjatë drejtimit të këtij ansambli? Normal, ansambli është një ansambl i cili është sapo i formuar, do të thënë ka pas ato peripecit e veta, kështu që unë kam mbyll atë kapitullin e vjetër, kam vazhdu me një kapitull 3, që mu nuk më ka interesu çfarë është bë më herët, po më intereson çfarë do të bëjmë më tutje. Për ansamblin nuk duhet të merret shumë çfarë u bë e çfarë s'u bë, por duhet vazhdoje të koncertoje së paku 3 herë në muaj
nëpër qytete, kështu që të ketë festivale të ndryshme, të kultivoje këngën qytetare, të kultivoje këngën pollogiane, të kultivoje këngën Trio Zajazit Kërçovës, të kultivoje këngën e Dervenit dhe shumë rajone tjera, njëkohësisht edhe vallet, dhe merret kryesisht me punë edhe me detyrën të cilën e ka ta bëj artisti. Cilat janë projektet e realizuar në këtë ansambël që keni ndjerë një kënaqësi personale por edhe profesionale? Unë kur kam marrë pjesën e 2025-ës, të gjitha projektet siç i kishin bërë, unë i pranova, kështu që mos prishi atë rendin e shtëpisë, edhe i kemi realizuar të gjitha projektet një nga një, siç i kishin shkruajt, edhe në atë formë i kam realizuar. Kemi realizuar koncerte nëpër qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kemi realizuar 2 premiera Vallen e Rexhës, Darsmën e Rexhës dhe Darsmën dhe Vallja Rrezet e Shkupit. Njëkohësisht kemi realizuar dhe festivalin e Ibizës, kemi realizuar edhe festivalin e Çekisë Dolni Llom, kështu që kemi pas shumë evenimente të ndryshme brenda vendit dhe jashtë vendit. Cilin nga këto që sapo përmendët e konsideronit më të veçantë? Normal, më e veçanta duhet të jetë Ibiza, sepse është vendi më i bukur, por për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur pjesa e Çekisë, festivali Çekia, ku drejtoresha ishte shumë e kënaqur me ansamblin tonë dhe unë në shenjë respekti kisha një plis timin që kam bajt gjatë kohë, s'kisha dhuratë, se s'u përgatitëm ne për dhurata të tilla, por kishin vetëm një pikturë, por ajo më dha një dhuratë personale nga zyre e saj dhe unë e dhash plisin tim për hir të respektit. Goxha dhuratë të çmuar pasi ajo një e ka edhe me nënshkrimin tim, kështu që ajo për mua ka qenë në fakt festivali më i bukur, edhe një mikpritje shumë e ngrohtë. Si planifikoni të zhvillohet ansambli në të ardhmen dhe cilat janë projektet e reja që keni ndërmend t'i realizoni? Ansambli edhe pak më parë theksova ne kemi mbyll atë kapitullin që ka ndodhur, me që edhe shumë herë edhe më kanë luftuar nëpër portale të ndryshme dhe vazhdojnë, kështu që unë shoh veç përpara, sepse mbështetje kam Zotin edhe familjen. Kështu ansambli duhet pikë pari të kompletohet me artistët brenda dhe ansambli duhet merret vetëm kryesisht me koncerte të ndryshme, ku ne kemi shumë oferta të ndryshme, si në Amerikë kemi ofertë në Boston, në New York dhe New Jersey, kemi ofertë për në Zagreb, me Dulin, Pulla edhe shumë vende tjera, kemi në Turqi, kemi në Qipro edhe kemi edhe Meksikën, por me pamundësi sepse atje është pak larg dhe ne s'mund të shkojmë. Kështu që do shohim cila është më e bukur për ne edhe cila është më e rahatshme për artistët, aty do të shkojmë. Si menaxhoni balancën mes angazhimeve të tua personale por edhe ato institucionale, siç jeni drejtuesi? Pjesa ime personale, unë Jetmir Rexhepin e kam haru krejt dhe nuk jam duke u marrë as pak me Jetmir Rexhepin. Kushtoj vëmendje më shumë familjes, sepse nuk du ta largoj shumë, se normal kur marrësh një pozitë, harrosh edhe familjen. Është ashtu, ajo është ashtu që ndodhin këto gjërat. Por unë më shumë jam lidh për artistët, të jenë të rahatshëm, të gjejmë një vend më të ngrohtë, të gjejmë një vend shumë më të mirë, edhe të mundohemi t'i plotësojmë gjitha kushtet që ka nevojë një artist. Si e shihni sot brezin e ri të angazhuar për këngë dhe valle në Maqedoninë e Veriut? Pikërisht tu dua të dalë, sepse mos keq kuptojnë arsimtarët apo shkollat të ndryshme, të cilat marrën nxënësit edhe i dërgojnë nëpër pa keq kuptime në Struk, në Shkup, ku di çfarë. Unë kisha thënë gjithë atyre arsimtarëve dhe gjithë atyre drejtorëve, gjithë atyre shkollave që
lirisht le të bëjnë një udhtim në Shkup dhe le të vinë tek ansambli i këngëve dhe valleve popullore shqiptare, ku ne e kemi një koncert, mini koncert u ashfaqim atyne edhe të shohin drejt për së drejti një koncert nga ansambli i këngëve dhe valleve. Sa të rinë në për rrugë të mërdhifin andej këndej, të vinë edhe ne t'i respektojmë me një koncert bukur. Për gjitha shkollat, le të nisin, kështu që kur të nisin kështu avash, edhe fëmiu si fëmijë da shofe që kënga e pastër shqipe është kjo, vallja popullore shqiptare është kjo, instrumenti, sepse edhe ata kanë nevojë të shohën çfarë do të thotë violinë, çfarë do të thotë klarinet, çfarë do të thotë kitar, çfarë do të thotë def, sepse ata i mësojnë shkollë, por nuk i kanë pa, nuk i kanë prek, kështu që kanë mundësi të i shohën drejt për së drejti. A ka ndonjë moment apo një episod nga gjithë karriera juaj që ju ka mësuar një mësim shumë të veçantë apo të rëndësishëm që nuk e keni hasur më parë në jetën tuaj personale? Unë Elda kam udhëhequr shumë institucion, pikërisht pjesën e Pallatit Kulturës kam qenë aty, njëkohësisht edhe kam qenë edhe kryetari i Gjelën e Zeqirit, kam qenë edhe 20 vjet dirigjenti i korit të qytetit, ku sot dikush edhe shumë kush dalën edhe normal këtë historinë time duan ta zhdukin edhe duan ta mbyllin me kaq edhe ta mbyllin atë karrierën time që kam udhëhequr 20 vjet si dirigjent. Njëkohësisht festivali i këngës qytetare, do dal pak këtu te festivali i këngës qytetare se askush nuk e përmendën, është një festival i cili është ka dalë dhe është bë një projekt në kuadër të shoqatës artistëve Art Classic prej vitit 2005, ku unë e kam udhëhequr si kryetar. Edhe ndërkohë në kuadër të kësaj, unë para kësaj kisha si dirigjent, isha dirigjenti i korit të burrave të tovarët, mirë pa ata u larguan një nga një pas bizneseve të tyre, ne kemi kalu shumë mirë aty, mandej mendum që me tete gëzime, se unë i thom tete gëzime, edhe e ndjera zonja Ramie dhe e ndjera zonja Qefajet, kemi bisedu që të bëjmë një kor grash, veç ato e kishin nis korin grave, normal, unë isha si dirigjenti i korit burrave, thanë, a vish në ndihmojsh, dhe prej atëherë unë kam qenë dirigjenti i korit qytetit, kështu që unë nuk duhet të harrohem, sepse kam dhënë kontribut në të kor, edhe faleminderit që më dhat rastin që opinioni ta dije, sepse kush është ai kryesori i kësaj rrugtimit të këngës qytetare Teuta, sepse dalen në për festivale dhe emri im nuk përmendet askund. Unë nuk du para, unë nuk du të krekosem shumë, por unë du historia ime të jetë historia ime. Do me thënë fëmija u im, nesër jem gjallë apo nuk jem gjallë, të lexoje diçka për prindin e tyre, sepse babai i do me thënë Jetmiri ka qenë dirigjenti i parë i korit qytetit në Tetov, njëkohësisht dhe themeluesi i festivalit këngës qytetare, sepse festivali i këngës qytetare është bë projekti në Art Classic dhe është dash të bëhet në kuadër të Art Classicut. Mirë po, ne duke pas parasysh që ishim pjesa e udhëheqësisë së Pallatit Kulturës, e lam që t'jetë në kuadër pallatit, që t'jetë më rahat edhe të bëhet në Pallat Kulturës. Kështu që kjo mu më dhem shumë dhe prandaj e thash që festivali i këngës qytetare e ka bë, sepse askush si përmendën emrin tim, thash unë ta përmendi vetë. Në fakt, historikun dhe rrugtimin tuaj në karrierë pa diskutim që e njeh i gjithë publiku, për këtë t'jesh... Po, sidoqoftë në çdo emision që dalin kori grave, duhet përmendet edhe ai Jetmiri i cili ka dhënë një kontribut 20 vjet. 20 vjet, nuk është 2 vjet. Do me thënë, dikush tjetër nuk mund të marrë medaljen para meje, sepse unë duhet të respektohem. Pavarësisht që unë nuk mund të më sot ta udhëheqi, por duhet ndahemi shumë njerëzisht. Jo në mënyrë kështu me ato trikat si i bëjnë njerëzit tonë, por të jenë ma koshient dhe ma të drejtë, sepse unë i besoj Zotit, por i besoj edhe karmës, që një ditë do kthehet ajo që ja bësh dikujt apo shokut. Dhe për fund, çfarë mesazhi do ju jepje të rinjve që duan të ndjekin rrugën tuaj? Të rinjve do t'u jap mesazh
pikës pari fëmijëve mi, sepse edhe ato non-stop telefonat i mbajnë në dorë, non-stop merren me këto AI çfarë është ajo, shumë si marrë vesh kështu. Të kultivojnë edhe të dëgjojnë sa më shumë këngë pasër shqipe, këngë qytetare, të lexojnë pak për popullin shqiptar, të lexojnë pak për lahutën, të lexojnë pak për xhubletën, ku sot ne i kemi dhe i mbron UNESCO-ja, edhe avash edhe në përshkolla duhet pakës të hije plan program xhubleta, veshjet popullore, instrumentet popullore shqiptare, dhe pastaj avash ka dhe një qendër e kurseve që sot ne e kemi. Një falimderim shumë të madh për kryetarin e Zhelinës Blerimi, miku ynë, i cili e preu edhe shiritin e art klasikut, dhe ne sot e kemi në Zhelinë, qendrën e kurseve në Zhelinë. Do të thoja se do të më bësh një pyetje pikërisht pse jo në Tetov. Në Tetov, po e di, Tetov e kemi pas 20 vjet. Nuk do të thotë që nuk është Tetov, edhe në Tetov është. Unë e mbaj edhe tek shtëpia ime e kam qendrën, por kam edhe një dek në Zhelinë ku na e mundsoi kryetari i Zhelinës. Faleminderit Blerimi. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për gjithë kontributin që ju keni dhënë dhe vazhdoni të jepni në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit edhe juve. Edhe një herë, nëse më lejosh, ju falenderoj juve shumë për ftesën. Edhe mos më merrni për të madhe ata të cilët ndëgjuan këtë pjesën e grupit Teuta, se mu më dhem kjo pjesa. Grupit Teuta i uroj shumë fat, edhe i uroj shumë sukseset të tjera, dhe kurdo që të kenë nevojë për Jetmirin, unë jam gjallë edhe mund të vi t'jap kontributin ende. Jetmiri nuk ka vdek. Jetmiri si e ka themelu, e ka udhëheq 20 vjet, mund ta udhëheqë edhe një 10 vjet tjera, se nuk jam plakune. Kështu që bashkimi bën fuqi të madhe. Kështu që t'i lëm inatet personale edhe të vazhdojmë si duhet. Unë falenderoj shumë. Respekt, faleminderit. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët në kohë sociale dhe mos harroni, kultura dhe arti janë ura që na bashkojnë. Mirupafshim deri në episodin e ardhshëm. Natën e mirë.